Dhe pikërisht tregon që ka një helikobakter dhe dihet që helikobakteri konsiderohet një ndër faktorët pothuajse kryesor te karcinoma e ventrikulit. Që mund të vinë nëse veç nuk trajtohet, që mi ik rreziku tutje. Dikush tjetër pyet, thot, para 9 muajve më ka vdek baba prej kancerit me lëkurë dhe lukth. Kështu që në fëmijët e tia ka mundësi të trashëgojmë këtë sëmundje. Unë kam helikobakterin në lukth, mjeku më ka thënë se nuk është rrezikshëm nëse e menaxhon mirë, por unë kam frikë se mas është trashëgimi nga babai, na shkruan afër dita. Po, kjo, domethënë, besoj që është pyetje shumë me vend dhe shumë e referuar. Pra arsye se flet për histori familjare, edhe me helikobakterin. Flet për histori familjare dhe pikërisht tregon që ka një helikobakter dhe dihet që helikobakteri konsiderohet një ndër faktorët pothuajse kryesor te karcinoma e ventrikulit. Që mund të vinë nëse veç nuk trajtohet. Dhe kështu që për këtë pjesë, ajo që ka mbetet në këtë rast është për cilët ecuria e trajtimit me helikobakter, domethënë duhet të trajtohet infeksioni me helikobakter. Këtë mos lihet në gjysmë që ndodh shpeshherë. Specialistët e gastroenterologjisë dhe nëse ky infeksion eliminohet kështu dhe mandej determinant, faktor kryesor te kjo pjesa e luktit dhe pjesa e sistemit gastrointestinal dhe mënyra në përgjithësi, po sidomos te kjo pjesë në veçanti, është edhe mënyra e të ushqyrit. Domethënë, në këtë situatë absolutisht është nuk është e rekomandueshme ose nuk është mirë që të përdoren ushqimet të shpejta, të shpejta, këto fast food, shpeshherë edhe kanceri me ushqimet që ne konsumojmë, sidomos gjatë kësaj periudhe. Përderisa nuk dihet saktë se kush po janë të gjithë janë faktor rreziku. Konsiderohen si faktor rreziku, se ta zonë nëse ne marrim ushqime të shpejta nga këto fast food, ato përmbajnë një substancë e cila quhet alfa-toksin. Dhe aja pastaj ka shumë problem organizmi jonë me eliminu me tret, dhe që ka ndodhë kjo bën një shregullim të enzimave hepatike, që në mënyrë të tërthër, do të thoja kështu, do të shregullon të sistemin ton dhe në të ardhmen do të ishim të